Komuna e Prizrenit ka hartuar strategjinë për personat me aftësi të kufizuar 2016-2018 në linjë me strategjinë kombëtare. Pas një monitorimi të strukturuar të zbatimit të kësaj strategjie, është vërejtur se pjesa më e madhe e objektivave kanë mbetur të papërmbushura. Personat me aftësi të kufizuar në Prizren vazhdojnë të kenë qasje të kufizuar në shërbime, shkollim, punësim dhe informacion. Përkundër programeve për aftësim për punë dhe jetë pavarur, personat me aftësi të kufizuar vazhdojnë të mos e gëzojnë të drejtën në punësim. Ligji në Kosovë kërkon që çdo i 50 i punësuar të jetë person me aftësi të kufizuar. Ky detyrim ligjor nuk gjen zbatim në komunën e Prizrenit. Infrastruktura e papërshtatshme dhe pengesat fizike në hapësirën publike u acënojnë lirinë e lëvizjes personave me aftësi të kufizuar. Personeli shëndetësor vazhdon të ketë kapacitete të kufizuara për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me aftësi të kufizuar. Si pasojë, pjesa më e madhe e tyre mbesin pa barna esenciale dhe materiale të tjera të nevojshme. Pjesa më e madhe e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Prizren janë të papërfshirë në sistemin arsimor. Ata që janë pjesë e këtij sistemi përballen me pengesa në qasje fizike, mungesë të mjeteve të nevojshme dhe kapacitete të kufizuara të personelit arsimor. Familja dhe shoqëria vazhdojnë të kenë nivel të ulët të vetëdijes për rëndësinë e arsimimit të këtyre fëmijëve. Me mësimet e nxjerra, komuna sa më parë duhet të nisë hartimin e strategjisë së re, ndërsa organizatat dhe komuniteti të jenë pjesë e procesit. Strategjia e re duhet të ketë kozgjatje të rritur, objektiva të arritshme, strukturë të qartë, zbatimi dhe buxhetim realist. Vullneti ynë është qartësisht i dëshmuar. Tani, na duhet edhe një komunë e vullnetshme për të bërë ndryshimin. Kohë për të humbur nuk kemi.